dëgjojmë zërin e tij. Falenderojmë Zotin. Do desha me hirin e Zotit të lexojmë pak vargjet e Romakëve kapitulli 12. Romakëve kapitulli 12 nga fillimi. Romakëve kapitulli 12 nga fillimi. O vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndisë ta paraqisni trupin tuaj si flit të gjallë të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa juaj e mençur. Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformoni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri i vullnetit Perëndisë. Sepse për hirin që më është dhënë, unë i them secilit prej jush të mos e vlerësoj veten më shumë se sa duhet ta çmoj, por të ketë një vlerësim të përkohur sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. Sepse sikurse në një trup jemi shumë gjymtyr dhe të gjitha gjymtyrët nuk kanë të njëjtën funksion, kështu edhe ne megjithëse jemi shumë, jemi një trup në Krishtin dhe secili jemi gjymtyr të njëri tjetrit. Dhe tani duke pasur dhunti të ndryshme sipas hirit që na u dha, nëse kemi profecim, të profetizojmë sipas masës së besimit, nëse kemi shërbim, le t'i kushtojmë shërbimit, po kështu mësuesit jepet pas mësimit. Dhe ai që nxit, le t'i kushtohet nxitjes, ai që ndan, le ta bëjë me thjeshtësi, ai që kryeson, le të kryesojë me zell, ai që bën vepra mëshire, le t'i bëjë me gëzim. Amin. Falenderojmë Zotin. Zoti t'i dërkojë të fjalën e zemrës tona dhe na japi atë për cilin kemi nevojë, ta mbushim me frymën e shenjtë dhe çdo gjë le të bëhet për lavdë të Zotit. Ajo që shikojmë shpeshherë këtu te fjala e Zotit, edhe në vende të tjera të fjalës, mënyra se si drejtohen apostujt, domethënë si flasin, është për të marrë shembull. Flasin me dashuri, flasin me prusi, nuk thonë ne jemi apostoj, duhet të na dëgjoni se s'bën, duhet të bëni. Këtu thot, ju lutem vëllezër, e kam vënë edhe në raste të tjera. Ju lutem vëllezër, me dëmshuri, me dashuri. Edhe të tillë frymë duhet ketë edhe gjithë secili prej nesh. Gjithçka që na thon, sepse fjala e Zotit është e njëjtë, si dije sot edhe për jetë, si atëherë ku frymë e shenjtë u avuri në zemrat tyre, edhe sot e kësaj dite, edhe deri sa të jetë ky qiell, edhe kjo tokë është e njëjtë dhe nuk luan. Falenderojmë Zotin. Thot fjala e Zotit ngelet për jetë. Ngelet për jetë, nuk ndryshon. Bile thot asnjë pikë dhe asnjë presje e fjalës së Perëndisë nuk do ndryshojë. Shpeshherë njerëzit mendojnë se kanë në dorë të tëra gjërat. Shpeshherë njerëzit mendojnë nga që janë të pushtetshëm, kanë shumë para, kanë pozita, mendojnë se janë dikush që kanë dorë të tëra gjëra. Po e vërtet as nuk është ashtu. Njeriu si pluri, thot, një flutë sapuni, si tymi duhanit që shikon për momentin, edhe nuk është me dhe është do. Ky është njeriu. Ky është njeriu. Shikojmë këtu rastet e fjalës e Perëndisë që nga mbreti i Babilonisë, gjithë ato krahina që kishte në sundim, gjithë ato krahina, kaq i pushtetshëm ishte. Përja që Zoti thot, unë ngëre, unë ul. E beri, merri me mend, mbreti i Babilonisë, e beri që të jetë si kafshët. Të rritet mjekra dhe flokët edhe të ushqet si kafshët. Të shtrihet aty në mbërdhe si kafshët, deri kur thot, sepse ky është i qëllimi i Zotit. Derisa më kthye arsyeja. Edhe thash, edhe vura në zemrën time, edhe besova që është Zoti ai që vendos në gjithçka. Aleluja. Vëzëre e motra jeri sot Zoti që të na forcojë besim këtë gjë. Që Zoti është ai që vendos gjithçka. Në dorë të tij është gjithçka. Na ka dhënë një frymë jete gjithsecilit prej nesh, edhe duhet ta falenderojmë Zotin. I krishteri, kur bie në gjunjë, nuk duhet të ketë një mënyrë tjetër lutje përveç edhe adhurimi përveç asaj që na mëson fjala e Zotit. E dini se si duhet filloj lutja? Me falënderim. Me falënderim. Kështu thotë edhe këtu fjala e Zotit. Parashtrojeni kërkesat tuaja me falënderim.
Të falenderoj Zot për dashurinë, falenderoj për mëshirën, të falenderoj për dëmshurinë, të falenderoj atë që dërgove birin tënd Jezus për ne mëkatarët, të falenderoj për frymën, të falenderoj për shëndetin. Njëru mendova një ditë, kaq kohë nuk i kisha falenderuar Zotin për shëndetin. Mirë, të tjerat i kisha thënë, duhet të them që për të tëra gjëra duhet ta falenderoj. Ta falenderojmë për bukën e përditshme, për ajrin, ujin, tokën, gjelbërimin, diellin, hënën, yjet, për gjithçka, për shtëpinë që na ka dhënë Zoti. Atje jemi me familjen tonë, lozim, qeshim, am bukën e përditshme, kënaqemi, ti par tjetrit krishterët kënaqet me ato që Zoti na jep. Jo më shumë. Jo të kalojmë në lakmi, falenderojmë Zotin. Dhe fillon këtu fjalë e Zotit thotë nëpërmjet dëmshurisë së Perëndis, të paraqisni trupin tuaj si pli të gjallë të shenjtëruar, të përqyer te Perëndia që është shërbesa juaj e mençur. Pse e thot apostulli Paul këtë gjë? Ç'lidhje ka tani trupi ynë? Vëllezër, ky trup që neve kemi, që Zoti na ka dhënë. E dini, është kjo banesë në cilën ne jetojmë, brenda së cilës ekziston shpirti dhe fryma, por që Zoti na ka dhënë. Lavdi Zot. Dhe thot tani si duhet të jetë ky trup. Kjo qeni, si duhet të jetë ky njeri, si duhet të jemë unë, edhe gjithsecili kështu do ta marr. Jo si duhet të jesh ti, jo si duhet të jenë ata, jo si duhet të jenë të krishterë, si duhet të jem unë. Falenderojmë Zotin. Thot ta paraqisni trupin tuaj si pli të gjallë përpara Perëndis. Trupi jon, siç na ka bërë Zoti, e thotë e bëra njeriu sipas shëmbëlltyrës time. Kemi këtë gjymtyr që Zoti na ka dhënë kokën, mendjen, nëpërmjet cilit udhëhiqet domethënë gjithë trupi ynë, na ka dhënë duart, na ka dhënë këmbët, na ka dhënë veshët, na ka dhënë syt. Këto janë gjymtyr të trupit tonë. Por që ka ndryshim tani nga jo si ishim më përpara, apo si është bota sot, sepse dhe ne të tillë ishim, edhe në shërbim të kujt ishin këto gjymtyr. Ta themi më thjesht, përpara se të besonin, përpara se Zoti të na rilinte, të gjithë gjymtyrët tona ishin në shërbim të mishit, ose më saktë në shërbim të librit. Syt tanë shikonin shtrembur, në kuptimin me djallëzi, me dinakëri. Mendja jonë punonte me dinakëri, me djallëzi, për të bërë atë të keqe, për të bërë atë të keqe, për të vjedhur, për të pirë, për të çdo gjë të keqe. Mendja jonë ashtu punonte. Punonte ditën e punonte natën. Goja jonë, po në shërbim të librit, duke sharë, duke gënjyer, duke thënë gjëra që nuk duheshin thënë, duke ngritur zërin, duke plot gjëra në shërbim të librit. Këmbët turreshin drejt së keqes, për të bërë të keqe, sepse nuk udhëhiqeshin nga fryma e Perëndis, po udhëhiqeshin nga i ligu, sepse jetonin në mish. Duart tona për të bërë të keqe. Që mos e numërojmë të gjithë, domethënë çdo gjymtyr që kishim ishte në shërbim të mishit. Pse? Sepse jetonin në mish. Por thot fjala e Perëndis, në momentin që erdhi Zoti, hiri i Zotit që erdhi në jetën tonë, dhe me një mënyrë të mrekullueshme, është mrekullia më e madhe që Zoti bëri dhe bën tek njeri, na rilindi për një jetë të re. Na dha një zemër të re, na dha një shpirt të ri, një krijesë të re, tashmë një krijesë në Zotin. Falenderojmë Zotin. E dini, edhe vetë dëshmitar, më falni, njeriu besimtar e dëshmon këtë gjë dhe mirë është ta dëshmoj atë se si ishte përpara dhe se çfarë bëri Zoti në jetën time. Edhe ky është një tipar i të krishterit që në momentin që rilin Zoti fillon edhe dëshmon mrekullinë që Zoti bëri në jetën e tij, që Zoti bëri në jetën time. Këtë gjë bëj edhe unë, edhe Zoti ma ka vënë në zemër, shpeshherë këtë gjë bëj. Kur dal, më çon Zoti përpara njerëzve, nuk është puna vëllezër me qira fjalët e kjo të rrim gjysmë ore për të bërë dëshmi, 45 minuta. 1-2 minuta aty. Si ishim edhe çfarë bëri Zoti? Si ishim edhe si na ktheu. Ku ishim në barkën e mëkateve, unë që isha i tillë, edhe Zoti vetëm Krishti më ndryshoi. Vetëm Krishti më çliroi nga mëkati. Lavdi Zotit. Do thënë dokush nuk do të them shumë, vëllezër e motra, nuk është puna kur bëjmë dëshmim të shtojmë, ta bëjmë më të bukur, nuk është puna, realja, atë që Zoti bëri në jetën tonë, atë që isha me vërtetë dhe si më ktheu Zoti. E bani mend homologjinë e apostullit Paul. Edhe përpara tjerëve, edhe kur doli përpara mbretit Agripa. Saktësisht tha atë se isha unë blasfemues, unë sharës,
Unë që përndikja kishe, unë që i detyroja me forca ata të mohonin emrin tënd, emrin e Zotit, erdhi Zoti një dritë më shfaq rrugës ku shkoja për Damask, edhe më tha Saul, pse më përmbje. Edhe thotë më pas si unë mos i bindesha vegimit qellor, i vegimit fuqishëm ti zëri qellor, i cili erdhi në jetën time edhe më ndryshoi, lavdi Zotit. Do thojnë do kush, unë tani po thash do besoj ai, nuk do besoj, lesër e mëndra, kjo është punë e Zotit. Kjo është punë e Zotit. Ne duhet të bëjmë atë që duhet të bëjmë. Por që të kemi kujdes, këtë që na thot fjalë e Zotit. Duhet të jemi shembull, diku në një moment tjetër, thot vetë apostulli Paul, jeni të pastër, trup, shpirt edhe frymë. Ekziston një teori e rrem në lidhje me këtë gjë dhe vazhdojmë edhe sot kësaj dite dëgjojmë. Mirë, shpirti, fryma, duhet jemi të pastër, duhet jemi të shenjtë. Ç'lidhje ka kjo tani me trupin? Unë jam i lirë, siç thot fjalë e Zotit. I lirë, po fjalë e Zotit thot mos e përdor këtë liri si pretekst për të mbuluar të keqen, për të mbuluar mëkatin, për të bërë të keqe, sepse Zoti na largoi nga bota, nga gjërat e botës, na krijoi dhe na shkëputi për të qenë një popull i veçantë i Perëndis, një pritëri e shenjtë. Nusja e tij dhe do vi dita që ta marrin lart në mbretërinë e qiellit. Nuk thot trupin lërë. E shikojmë shpeshherë tani se si e katandisin vetën, domethënë njerëz të ndryshëm, si e katandisin trupin e tyre. Duke filluar nga gjëra nga më të ndryshme që thot tu veprat e mishit, që i kemi të tëra me radhë deri në fund fare. Por që nuk bën vaki që një trup, një shpirt i pastër, frymë e pastër siç na ka dhënë Zoti, të banoj në një trup të kalm, në një trup i cili sa vjen edhe prishet me botën e mëkatit. Thua do të marri Zoti kështu, mund të marri Zoti një njerëz të tillë kështu. Nuk do të them shumë gjëra, po diku në një moment te Korinthazi thot ta marrun këtë trup, domethënë këtë gjymtyr, e ta bëj gjymtyr të një prostitute. Mos ndodh. Pse? Sepse vetë Zoti jep përgjigjen e kësaj. Ai që do ta shkatërrojë këtë trup, edhe unë do ta shkatërroj atë. Sepse këtë trup që kemi, nuk është se juve i përkisni vetes, e kemi dhurat nga Perëndia. Dhe ai që do ta shkatërroj këtë trup, edhe unë do ta shkatërroj. Kaq hapur dhe kaq thjesht thot fjalë e Zotit vetë. Prandaj thot jeni të pastër, trup, shpirt edhe frymë për ditën e rrëmbimit të Krishtit. Tashmë që Zoti na thirrri, të tëra gjymtyrët nuk janë në shërbim të mëkatit, por janë në shërbim të Zotit. Tani ato gjëra, disa nga ato gjëra që tham që parë, mendja jonë nuk duhet të punojë, as nuk punon për djallëzira, për dinakërira, po për gjërat frymore. Ashtu sikur se na mëson Zoti, kërkoni para së gjithash, e mbi të gjithash mbretërinë e qiellit me drejtsinë e tij, të kërkojmë gjërat frymore dhe tëra të tjera do të jepen si shtesë. I krishterë mendin atij do të ketë. Të mbretëri i qiellit, Zot, kur do vi Zot, kur do vi Zot, kur do vi Zot. Por përpara kësaj është shenjtëria që Zoti na kërkon. Falenderojmë Zot. Syt tan tashmë jo me dinakëri, si më përpara, por syt tan drejt dhe me pastërti, falenderojmë Zot. Duart tona tashmë jo për të vjedhur, edhe jo për të vrarë, edhe jo për të bërë gjëra të pisa siç bënim atëherë, por tani për gjëra të mira, për të pasur dashuri, për të ndihmuar të tjerët, për të mbajtur Biblën, fjalën e shenjtë në dorë, lavdi Zotit, edhe këmbët jo më për të turur drejt skeqjes, por për gjëra të mira, falenderojmë Zotin. Domethënë, dua të them që të tëra gjymtyrët e trupit tonë në shërbim të Zotit. Për mirë, për gjithçka. Falenderojmë Zotin, edhe Zoti në këtë mënyrë do na bekojë. Do thënë dokush nuk gabojnë. Nuk gabojnë, të gjithë gabojnë. E dini edhe apostulli Jakob thot në një moment në shumë gjëra gabojnë. Falenderojmë Zotin. Por e dini se çfarë do të bëjmë vëllezër, sa herë që gabojmë, shkojmë tek këmbë e Jezusit. Jezus na fal. Jezus pendojmë, Jezus kërkoi gjakun tënd. Dhe zgjaku i Krishtit na pastron nga çdo mëkat dhe papastërti. Falenderojmë Zotin. Prandaj thotë edhe fjala e Perëndisë atje, nëse esni në dritë, domethënë me fjalën e Perëndisë, atëherë keni bashkësi me njëri tjetrin dhe vetëm atëherë gjaku i Jezu Krishtit na pastron nga çdo mëkat dhe papastërti. Falenderojmë Zotin. Sot, për shembull, këmbët tona me hirin e Zotit na sollën këtu. Gjëja më e mirë që bën sot. Lavdi Zotit dhe për të jemi të gëzuar, jemi të lumtur, kemi gëzim në zemrën tonë, kemi shpresën
sepse diku në momentot mundi juaj nuk do shkoj kot. Çdo gjë që bëjmë shkruhet atje, tek ai libri që është përpara Zotit Perëndis. Falenderojmë Zotin. Dhe thot fjala e Perëndis, mos u konformoni me këtë botë, por transformoni me anë të ripërtërritjes së mendjes tuaj që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosur i vullneti i Perëndis. Si mund të arrijmë neve të kuptojmë vullnetin e Perëndis? Vëzëre e motra, këtu te Romave e shpjegon shumë bukur këtë fjala e Zotit, edhe thotë që vetëm ata që udhëhiqen nga Perëndia, që udhëhiqen nga fryma e Perëndis, sepse ata që rrojnë sipas mishit e çojnë mendjen në gjërat e mishit, por ata që rrojnë sipas frymës në gjërat e frymës. Në fakt, mendja e kontrolluar nga mishi prodhon vdekje, por mendja e kontrolluar nga fryma prodhon jetë dhe paqe. Në fakt, mendja e kontrolluar nga mishi është armiqësi kundër Perëndis, sepse nuk i nënshtrohet ligjit të Perëndis dhe as nuk mundet. Prandaj ata që janë në mish nuk mund t'i pëlqejnë Perëndis. Nëse fryma e Perëndis banon në ju, ju nuk jeni më në mish, po në frymë. Po nëse ndokush nuk ka frymën e Krishtit, ai nuk i përket atij. Falenderojmë Zotin. Prandaj na thot fjala e Zotit vëllezër, mos u konformoni me këtë botë. Mos merrni fytyrën e kësaj bote. Tiparet e kësaj bote, aq më tepër tani që jetojmë në kohët e fundit. Do thonë dikush, atëherë në fillim ishte ndryshe, tani është ndryshe. Vëllezër e motër, fjala e Zotit e njëjtë. Besoj se e mbani mend atëre edhe kur më katoi Adami dhe Eva më saktë me Adami, brezi që erdhi më pas, thot Setit i lindi një djalë të cilin e quajtën Enosh, vetëm atëherë filluan të quheshin bijtë të Perëndis. Por më pas thot bijtë e Perëndis filluan të marrin gratë të botës. Atëherë Zoti tha, fryma ime nuk do të ha gjithnjë me njeriu, sepse në shturin e tij nuk është vetë mish. Ditët e tij pra do jenë 120 vjet. Ishte pëlqyer kjo në sytë e Zotit që u ngatruan me botën dhe me gjërat e botës. Kjo ishte arsye që solli për mbytjen e tij. Edhe sot e kësaj dite është më tepër që jetojmë në kohët e fundit. Mos e doni botën as gjërat e botës. Lagmi e mishit, e syve, krenari e kësaj bote, thot Zoti, keni kujdes nga këto gjëra. Nuk përbëjnë vullnetin e Atit, Perëndis. Por janë gjërat e kësaj bote dhe bota kalon me lakmin e saj. Por ai që do bëj vullnetin tim do ngelet për jetë. Falenderojmë Zotin. Falenderojmë Zotin. Të tillë gabim bëri edhe Eva atje, ndërkohë që dëgjoi zërin e të ligut, zërin e djallit. E dini se si përmend fjalë e Zotit. Ktheu syt dhe pa që pema, fryti më saktë, ishte i dëshirueshëm në sytë e saj. Dhe kjo është lakmi e syve. Ishte e mirë për të ngrënë. Lakmi e mishit, lavdi Zotit. Edhe lakmi e botës ishte donte të bëjë zgjuar si krenari e botës e zgjuar si Zoti që e krijoi. E këto gjëra e hodhën poshtë lavdi Zotit, edhe këto gjëra hedhin poshtë dhe njeriu, edhe sa kujdes duhet kemi edhe neve vëllezër e motra, edhe sot e kësaj dite. Aq më tepër që gjërat sa vinë dhe bëhen më të vështira, bota bëhet më e egër, gjërat e botës bëhen shumë më të vështira, por që neve duhet ta mbajmë këtë kryq. Nuk është puna vetëm armiku kryesori i njeriu diskutohet është djalli, por që e dyta mbas saj dini se cili është? Lakmia dhe pasionet që ka gjithë secili prej nesh. Kam lakmi për atë, e kam pasion atë, por që asnjë nga këto nuk duhet të jetë. Sepse nëse i nënshtrohemi lakmive, edhe dini nga futen lakmi tek njeriu. Dy janë burime tek njeriu. Syt edhe veshët. Tërë informacioni që futet në trurin dhe në zemrën tonë nga syt dhe nga veshët. Syri njeriu kur nuk ngopet së pare. As veshi njeriu kur nuk ngopet së dëgjore. Po problemi që ndonë çfarë shikojmë dhe edhe çfarë dëgjojmë, sidomos edhe sot në kohën e internetit, kohën e telefonit, që të tërë i ka në dorë, interneti si thonë në sheshit, çdo gjë shikon me një pajisje kaq të vogël, ka të mira dhe të këqija. Problemi që ndron tek ato që nuk duhet. Është një fryt i frymës së që quhet vetë kontrolli. A e themi këtë gjë?
Jemi në të aktë që ta kontrollojmë veten, nga ana jo nuk bëhet kjo gjë vëllezër. Ne vetëm në qoftë se mbushemi me frymën e shenjtë, vjen prania e Zotit që të djegë lakmit e mishit brenda nesh dhe të na japi vetë kontrollin, sepse jo çdo gjë që shikojmë që del përpara është e mirë. Jo çdo gjë që del përpara në ndërton. Falenderojmë Zotin. Hap atje faqe të mira, të këqija, shijo, futu në zemër, shikon atë, duhet tim edhe unë si ai. Shikon atë femër që me ato që merr, duhet tim edhe unë si ajo. E shikon atë si është veshur, duhet të vishem edhe unë si ajo. Duhet të lujem edhe unë si ajo. Duhet të sillem edhe unë si ajo. Duhet ta kem edhe unë pasion atë që ka ai apo ajo. Por ja që nuk është kështu. Këto pasione dhe lakmit janë pafund, nuk është se do t'i nomojmë, por gjithsecili duhet të ketë kujdes dhe janë veprat e mishit këtu. Që paraqet fjalë e Zotit. Diku në momente ku ngjilli sipas Mateut, ku flet për mëkatin, thot në qoftë se syri yt i djathtë, mëkaton, domethënë të çon atje ku s'duhet. Është më mirë ta nxjerrësh syrin edhe të futesh me një sy në mbretërinë e qiellit. Kjo është rëndësia e saj që jep Zoti. Se sa të shkosh në humbje të përjetshme, dini me një sy duke u pastruar nga mëkati, nëpërmjet gjakut të Krishtit shkon. Edhe me një kem i çal shkon në mbretërinë e qiellit. Edhe me një dorë shkon në mbretërinë e qiellit. Por me mëkatin askush nuk mund të shkojë në mbretërinë e qiellit. Falenderojmë Zotin. Një diçka që na ka vënë në zemër dhe Zoti edhe këto kohë të fundit, është që problemi që duhet të kemi në lidhje me gabimin apo mëkatin që mund të bëjmë, nuk duhet ta mbajmë, nuk duhet ta zgjasim, nuk duhet të themi ka kohë. Kur të veten në kish do t'i them Zotit më fal, kur të veten në kish do i them më laj me gjakun tënd në atë moment. Në atë moment sepse askush nuk e di kohën se kur vjen dita e Zotit. Ftesa për na marr lart nuk është vetëm dita për mbretërinë e qiellit, mund na ftoj edhe sot e kësaj dite e vlezë. Prandaj thot fjalë e Zotit sot, a je gati nëse vjen Zoti sot tani? Si do mbajmë mëkatin brenda? Edhe do shkojmë lart në mbretërinë e qiellit me mëkatin që kemi brenda në shpirtin e zemër? Nuk duhet të jemi kështu. E bëm nga pafuqia, nga frika, Zot më fal që tani në këtë moment. Zot e kam falur, Zot nuk dua ta bëj këtë lakmi që ka ardhur në shpirt apo në zemër, nuk dua ta bëj. E mbani mend rastin e Jozefit që në atë kohë që gruaja e Pocifarit, domethënë donte të kryente mëkat, që në atë kohë Jozefi edhe më bën shumë përshtypje. Tha, si mund ta bëj këtë mëkat përpara Perëndisë? Ishte frika e shenjtë e Zotit brenda në zemrën. Që në atë kohë edhe më bën shumë përshtypje dhe aq më tepër ne sot e kësaj dite. Aq më tepër sot e kësaj dite. Mos u largoft kur nga zemra jon frika e Zotit. Nuk dua ta bëj, sa herë i ligu të sjell mëkat merre. Bëje. Shijoje, pa parash, pa paguar. Aty që ndron ajo forca jonë vëllezër. Forca me Zotin diskutohet. Prandaj Zoti na dha jo vetëm fjalën, por na dha edhe frymën e shenjtë. Falenderojmë Zotin. Ju do të merrni fuqi, ku fryma e shenjtë do të vinë mbi ju dhe do bëni dëshmitarët e mi në Judë, Jeruzalem, Samari dhe në skanë e botës. Dhe cila është ajo që duhet të bëjmë? Nuk e dua ta bëj mëkatin. Nuk dua t'i themi jo mëkatit në këtë botë vëllezër. Sa do i embël të duket, sa do të embël ta sjellë djalli, nuk e dua ta bëj. Të humbas shpirtin tim, të humbas jetën e përjetshme për të shijuar një mëkat, mos ndodh. Çfarë do të fitoj, thot fjalë e Zotit? Edhe nëse do fitoj gjithë botën, gjithë pasuritë e kësaj bote, gjithë ndërtesat, gjithë pasuritë, edhe në fund të humbas shpirtin tim. Me çfarë do ta ndërroj shpëtimin e shpirtit tim? Me asnjë gjë vëllezër të kësaj bote. Me asnjë gjë. I ligu mund të vënë në zemrat tona lloj gjërash që të ofroj, ashtu sikurse i ofroi edhe vetë Krishti Zoti ton atje në shkretë të tjerë. Ndërkohë që ishte pa ngrënë 40 ditë dhe 40 net me të tilla fjalë vëllezër. Nëse je biri i Perëndisë, edhe dije lexoje me kujdes. Shikoni se si i drejtohet. Nëse je biri i Perëndisë, domethënë të vinte në dyshim, je apo si je biri i Perëndisë? Jam apo si jam biri i Perëndisë? Nëse je biri i Perëndisë, thuaj ta burr të bën buk. Sa vetë Zoti ju vëllezër, ja kthen përgjigjen të ligut
po me fjalën e tij, po me fjalën e Perëndis. Edhe do t'ju lutem shumë vëllezër të gjithë, duke filluar nga unë i pari dhe të gjithë ne, kur të kthejmë përgjigje, sidomos të librit, edhe të tjerëve, vetëm me fjalën e Perëndis. Vetëm me fjalën e Perëndis, mos u mundo ti apo unë me fjalë të bukura, me fjalë të mëdha. Nuk ikën djalli, nuk ikën i ligu me fjalë të bukura të mëdha. Ikën me fjalën e Perëndis, ikën me frymën e shenjtë, ikën me trupin dhe me gjakun e Krishtit. Falenderojmë Zotin. Nuk ikën me gjëra të tjera. Falenderojmë Zotin. As me fjalë të mëdha që unë mundohem të them, ose dua të dukem që jam me shkollë, që jam një ditur. Ai që mendon se është i ditur, ai që mendon se di diçka të Zotit, kuptoj që nuk di asnjë. Falenderojmë Zotin. Nuk bëhet predikimi apo mësimi në një moment të caktuar për t'i bërë përshtypje atyre që dëgjojnë. Për t'i tërhequr vëmendje, domethënë që ky tha fjalë të mëdha. E dini, fjalë e Zotit është për shpëtim, më thani vëllezër, është për shpëtim. Që tjetri dëgjon fjalën e Zotit, ul kokën e thot po, fjala që ishte sot ishte për mua, falenderojmë Zotin. Që Zoti më silli në vete, sepse nuk e kisha kuptuar kështu fjalën e Zotit, edhe sot e kësaj. Aq më tepër që fundi i erdhi vëllezër, ditë e Zotit është kaq pranë edhe të rini zgjuar. Prandaj thotë rini zgjuar, lutuni edhe kujdesuni, sepse ditët janë të mbrapshta, edhe djalli kërkon të rënvejë gjithë secili prej nesh. Falenderojmë Zotin. Dhe duke jetuar në frymë, pastaj të kuptojmë se cili është i miri dhe i pëlqyeri vullneti i Zotit në jetën tonë. Ndryshe po jetuam në mish, nuk e kuptojmë se cili është i miri dhe i pëlqyeri vullneti i Zotit në jetën tonë. Lavdi Zotit. Zoti na bëjë të gjithëve, na mbushi të gjithëve me frymën e shenjtë, të rinë zgjuar, sepse ditë e Zotit është afër. Amin.